Uh, mëkatet. Mëkatet, falja e mëkateve, një natë shumë, le të themi një zemër e hapur për të gjithë njerëzit. Dhe Zoti sa falës është Zoti, po ta mendojmë, të hymë, ta logjikojmë, është e pa arritshme dhe sa të vegjël ne ndjehemi përballë tij. Çfarë vlere ka në mëkatet kjo natë? Është shpresë e madhe që në njeri që i lutet Allahu dhul Xhelal, i pendohet sinqerisht dhe i lutet, ne i themi istighfar. Istighfar është me kërku falje, me i drejtu Allahu dhul Xhelal në këtë natë edhe me thonë o Zot, unë u pendova, se kemi taube dhe istighfar. Taube është pendim. Çka do të thotë pendim? Me u besatu me Allahun dhul Xhelal se punën të njëjtën, të punë që e kam bën deri tashmë, o Zot, nuk e përsëris, e pasi besatojmë me Zotin se nuk e përsëris, edhe ja bëj obligim vetes ndërprerjen e saj, çka mbetet tash? Mbetet para ato të kërkoj falje, të ma falë Allahu dhul Xhelal. Ky është taubja, falja e mëkateve. Dhe një njeri që i lutet Allahu dhul Xhelal natën e Kadrit për faljen e mëkateve, pra e ka vlerën sikur ai është lut 1000 muaj. E para mendon një njeri të lutet 1000 muaj, Allahu dhul Xhelal me siguri ja fal. Po ja fal njëri që është lut natën e Kadrit, bara sikur të ishte lut 1000 muaj për faljen e mëkateve. Gjasat të mëdhajon që natën e Kadrit gjunaqarët, mëkatarët të falen, përveç atyre, e di cilët nuk falen, ato që s'dojnë. Ato që? Që s'dojnë, që nuk dojnë. Që nuk duan. Po, ato që nuk duan. E kush është ai që nuk don? Ai që nuk i drejtohet Allahut. O Zot, më fal në këtë natë. O Zot, mos të më ik kjo natë unë të dal nesërët i pa falur me gabimet, me mëkatet që kam bërë deri tash. O Zot, unë duhet më falish dhe Allahu dhul Xhelal ja fal. Pra kjo është natë, është potencial çdo gjunaqar që të falet në këtë natë.